Deputeti i Partisë Demokratike, Arjan Ndoja, dëshmoi këtë të enjte para gjykatës së posaçme, lidhur me atentatin e vitit 2019, kur ai ushtronte detyrën e prokurorit në Durrës. Gjatë rrëfimit të tij, Ndoja sqaroi se dita e ngjarjes nisi me një rutinë normale pune, e ndjekur nga një drek me Aleksandër Lahon dhe Andi Malokun. Ai theksoi se përpara sulmit nuk kishte konstatuar asgjë të dyshimt, përveç një ndjesie pasigurie që rrithte nga sulmet publike të figurave të larta politike të asaj kohe. Ndoja u shpreh se në atë periudhë dyshimet e tij lidheshin më shumë me ndonjë vëzhgim të mundshëm nga shërbimet e policisë për shkak të procesit të vettingut, sesa me një kërcënim fizik. Lidhur me momentin e krismës, ish prokurori përshkroi një situatë që zgjati rreth 20 sekonda, ku mjeti i tyre u qellua me breshëri pranë urës së Shkozetit. Ai specifikoi se zhurmat e armëve ishin të ndryshme, çka i la të kuptonte se bëhej fjalë për 2 autorë. Pas plagosjes së shoferit Andi Maloku, mjeti humbi kontrollin dhe përfundoi në kanal, moment në të cilin Ndoja humbi ndjenjat. Deputeti deklaroi para togave të zeza se nuk ka njohje me të pandehunit e procesit dhe se nuk ka pasur asnjë kontakt pas ngjarjes që mund të hidhte dritë mbi motivet e këtij atentati. Ndërkohë, seanca u zhvillua pa praninë e të pandehurve, të cilët u përfaqësuan nga avokatët e tyre.